Sot në media u transmetuar një konferencë nga avokati Pandero Plare Ndreca, krye një avokati të studios ligjore britanike Mishcon de Reya LLP, Ben Brandon, një studio që ende nuk i dihet vlera, se sa qindra mijëra euro merr nga Veliaj. As Plare Ndreca nuk e ka deklaruar sa qindra mijëra euro do të marrë, megjithëse ky i fundit mund ta bëjë si kontribut pasi përket sektit të 99-çave. Konferenca e sotme ishte një show përpara pushimeve për të justifikuar edhe strategjinë e dështuar KÇKS të një viti e gjysmë. Avokatët bëjnë llogje në konferenca, Erion Veliaj vazhdon të qëndron në burg. Kaq të suksesshëm janë, sidomos këta avokatët e studios ligjore angleze Mishcon de Reya LLP, që nga një vëzhgim i bërë nga CNA si punën e shtyrjeve të gjyqeve, aty ku duhet të hetohen prova penale e kanë strategji, siç kanë edhe çështjen e shtazanisë që do i përkas një tjetër shkrimi. Tani u thon shqiptarëve se është shtyr gjyqi, ku në të gjitha nivelet e gjykatave kanë kaluar me shpejtësi këtë herë. Avokatët kanë marrë lekët, kanë marrë ndonjë faturë e janë paguar. Pushime të mbara për studio ligjore, për strategjinë e tyre të dështuara KÇKS deri më tani. Pasi Erion Veliaj qëndron në burg, këta do të lajnë në det. Është shumë e rëndësishme që të bëhet transparencë plot sa u kushtojnë shqiptarëve mbrojtja ligjore e Veliajt, me këto studio ligjore skenaristësh, si ajo në SBA që dërgon në Senat raporte lobimi se Olzdado, është zhvillues pronash, ku as Veliaj dhe as Merobaze nuk kanë publikuar kërkesën me firmën e prokurorit për shtesën mbi lejen e ndërtimit dhe as dokumenti me firmën e kryebashkiakut për refuzimin, lëre pasaj kur thonë se Olzdado është aktivist i PD-s. Këta britanikët marrin thasët me para për të shtyr seancat dhe për të pasur strategjinë e shtazanisë. Ndreca i pandehur pjesë e sektit të 99-çave dhe në finale Erioni qëndron në burg dhe këta nxjerrën në diell. Strategjia KÇKS është ku thërrel Xhameti.